All rise. Gjithë në këmbë. The Kosovo Special. Dhëvat e specializuar të Kosovës qelin seancën gjykatësia uluni. Good morning. Mirëmëngjes. Dhe mirë se keni ardhur. Juve të pranishëm në sallën e gjyqit, në publik dhe përmes videolidhjes. Zonja sekretare Thallisni Landë, ju lutem. Sekretarja, mirëmëngjesi të nderuar gjykatës. Kjo është çështja KSC BC 2023-10, prokurori specializuar kundër Sabit Januzit, Ismet Bahtiari dhe Haxhi Shales. Gjykatësia të ndërkërkoi palëve të prezantohen, duke filluar me zyrën e prokurorit të specializuar. Fjalën e keni ju. Prokurorja. Mirëmëngjesi. Ulur afër meje, pas meje është Ferdinand Ward Ferdinand Huse, zëvendës prokurori specializuar. Pra komendën të majtë është Ulin Pedersen, menaxherja e çështjes, dhe në anën time të majtë Gjan Devani, ndihmës prokuror, dhe unë, Tasnin Shabahudin prokurore. Gjykatësia, faleminderit, tani do t'i drejtohem mbrojtjes dhe do doja që të prezantoheni dhe të thuani kush është i pranishëm në sallë dhe kush merr pjesë përmes videolidhjes. E njëjta gjë edhe për klientët tuaj. Fillojmë me mbrojtjen e zotit Shala. Toby Katman, mirë dita të gjithëve. Unë marr pjesë përmes videolidhjes me avokati zotit Haxhi Shala, i cili është i pranishëm në sallën e gjyqit, gjithashtu me mua përmes videolidhjes është zoti Jonathan Ris. Gjykatësia tani drejtohet mbrojtjes së zotit Januzi. I appear on behalf. Edhe unë jam përmes videolidhjes përfaqësoj zotin Januzi, zoti Hugh Bowden, bashkëmbrojtës i pranishëm në sallën e gjyqit, dhe Muharrem Halila, i cili na ndihmon, ne asistenti jon. Gjykatësia, faleminderit. Tani drejtohem mbrojtjes së zotit Bahtiari. Fjalën e keni ju. Zonja Geri, mirë dita të gjithë, jam Felicity Geri, mbrojtëse specializuar e zotit Bahtiari, marr pjesë përmes videolidhjes. Në sallën e gjyqit është Marion Karin, e cila është bashkëmbrojtëse specializuar dhe zyrtarja ligjore Yu Ching Liu. Zoti Bahtiari është i pranishëm në sallën e gjyqit. Gjykatësia, faleminderit. Ne synojmë që ta mbajmë të seancën publike. Trupi gjykues ju kujton palëve që në rast se ka nevojë të kalojnë në seancë private, për shembull për të respektuar privatësinë e të akuzuarve apo për të shmangur nxjerrjen e zburimin e ndonjë informacioni konfidencial, më thuani dhe do të vendosim mbi kërkesën tuaj sa më shpejt që jetë mundur. Trupi gjykues ka caktuar seancën e sotme për të vendosur mbi marrëveshjet e fajësisë të arritura mes zyrës së prokurorit të specializuar dhe mbrojtjes së Shalës, mbrojtjes së Januzit dhe mbrojtjes së Bahtiarit, përkatësisht. Do të nxjerrim arsyet me shkrim për agendimin e sotëm në kohën e duhur. Trupi gjykues vëren se me 3 shkurt 2025 palët dorëzuan parashtrimin lidhur me zhdëmtimet. Kjo është parashtrimi protokolluar 669 shtojca 1, dhe së pari trupi gjykues do t'ju kërkojë të akuzuarve që të pohojnë, të konfirmojnë pëlqimin, marrëveshjen e tyre lidhur me zhdëmtimet të përfshira në parashtrimin në fjalë.
Pastaj do të vendosim lidhur me marrëveshjet për pranimin e fajësisë për tre të akuzuarit dhe në fund do të trajtojmë çështjet që lidhen me to. Përpara që të vazhdojmë me çështjet e marrëveshjeve të fajësisë, trupi gjykues do të vendos lidhur me kërkesën e parashtruar nga mbrojtja e Bahtiarit. Këtë do ta bëjmë në seancë private. Zonja sekretare, na kaloni në seancë private ju lutem.
Your Honor, we're in public. Gjykatësi jemi në seancë publike. Gjykatësia falenderoj zënë sekretare. Tani do të vazhdojmë me seancën lidhur me dëmtimet. Trupi gjykues tani do të kërkojë secilit prej të akuzuarve të konfirmojnë pëlqimin e tyre lidhur me pranimin e zhdëmtimeve që do t'ju jepen viktimes 01, siç është përshkruar në parashtrimin 661 A01. Shtojca 01. Do filloj me ju, zoti Shala. Zoti Shala, a mund të konfirmoni që jeni dakorduar për shumën prej 500 eurosh si zhdëmtim për viktimen 01 dhe që pagesa do të bëhet si në vijim? Ju do të paguani 400 euro, zoti Januzi do të paguaj 100 euro dhe zoti Bahtiari nuk do të paguaj asgjë. Fjalën e keni juve. Po, nderuar gjyku. Thank you. Faleminderit. Tani i drejtojmë zotit Januzi. Zoti Januzi, a mund të konfirmoni që jeni dakorduar për shumën prej 500 eurosh si zhdëmtim për viktimen 1 dhe që pagesa do të bëhet si në vijim? Zoti Shara do të paguaj 400 euro, ju do të paguani 100 euro dhe zoti Bahtiari nuk do të paguaj asgjë. Fjalën keni ju. Po, dakord jemi. Thank you. Gjykatësi, faleminderit. Zoti Bahtiari, a mund të konfirmoni që jeni dakorduar për shumën prej 500 eurosh si zhdëmtim për viktimen 1 dhe pagesa do të bëhet si në vijim? Zoti Shala do të paguaj 400 euro, zoti Januzi do të paguaj 100 euro dhe ju nuk do të paguani asgjë. Fjalën e keni ju. Po, zënia gjykose. Gjykatësia, faleminderit. Por edhe trupi gjykues vendos të shqyrtoj parashtrimin 661 shtojca 1 si shtesë e marrëveshjeve për fajsin dhe tani tuti do t'i referojmë kësaj si addendum pra shtojcë e marrëveshjeve të fajsisë në tërësi së bashku marrëveshjet për fajsin. Tani do të kaloj tek Tani do të kaloj tek vendimi i trupit gjykues sa i takon marrëveshjeve të fajsisë dhe shtojcën për marrëveshjen e fajsisë. Do të filloj me historikun procedural. Më 13 nëntor 2024, ZPS-ja informoi trupin gjykues se kishte arritur marrëveshje për fajsinë me zotin Shala, zotin Januzi dhe zotin Bahtiari dhe ja bëri me dije këto marrëveshje trupit gjykues. Për proces verbal është parashtrimi protokolluar 00596. Me 6 dhjetor 2024, në pajtim me një vendim të trupit gjykues, ZPS-ja dorëzoi versionet e rishikuara të secilës prej marrëveshjeve të fajsisë. Për zotin Shala është parashtrimi protokolluar 618 A01, për zotin Januzi është i njëjti numër parashtrimi, por që përfundon me 02, parashtrimet e këtyre marrëveshjeve dhe dënimet si dhe akuzën e rishikuar. Me datë 16 dhjetor 2024, ZPS-ja informoi trupin gjykues që kishte rënë dakord për një marrëveshje të re fajsie me zotin Bahtiari dhe ja bëri me dije këtë marrëveshje trupit gjykues. Ky është parashtrimi protokolluar 62801. Më 17 dhjetor 2024, ZPS-ja dorëzoi aktakuzën e rishikuar më tej, që është parashtrimi 630, dhe më 17 dhjetor 2024 në aktakuzën e kësaj date, ZPS-ja tërhoqi një prej pikat e aktakuzës së lidhur me pengimin e personave zyrtar për ushtrimin e detyrave të tyre zyrtare përmes kanosjeve të rënda që janë të ndëshkueshme sipas nienit 401 paragrafi 1 i Kodit Penal të Kosovës të vitit 2019 dhe neni 15 paragrafi 2
i ligjit, si dhe kanosja e rëndë për proceset penale sipas neni 387 të Kodit Penal të Kosovës 2019-s. Me datën 10 dhe 19 dhjetor 2024, trupi gjykues organizoi seanca për marrëveshjet për pranimin e fajësisë për të tritë akuzuarit. Më 29 janar 2025, pas dorëzimit të një raporti të zyrës për pjesëmarrjen e viktimave dhe parashtrimeve përkatëse të palëve, në pajtim me urdhrin gojor të trupit gjykues dhe 18 dhjetor 2024, trupi gjykues vendosi që të pranonte një kërkues si viktim për të marrë pjesë në procesin gjyqësor, që është viktima 1, dhe u kërkoi palëve të dorëzonin personat e rrezikuara të marrëveshjeve përkatëse për pranimin e fajësisë me propozime për shdëmtime përsa i takon viktimës në këtë rast, pra që është viktima 1. Dhe gjithashtu caktoi seancën e ditës së sotme përsa i takon vendimit për marrëveshjen e fajësisë, që është parashtrimi 667 red. Më 3 shkurt 2025, domethënë dje, në pajtim me vendimin e datës 29 janar 2025, palët bashkërisht dorëzuan shtojtësën në marrëveshjet e pranimit fajësisë, që është parashtrimi 669 dhe shtojtësa 1, sikur se thashtë më herët. Tani t'i kthehemi vendimarrjes nga trupi gjykues. Trupi gjykues bindet në fillim që, sikurse kërkohet prej rregullës 94 paragrafi 2 rregullores, secila prej marrëveshjeve për pranimin e fajësisë përmban një marrëveshje midis SPS-s dhe ekipeve të mbrojtjes lidhur me akuzat, të cilat përfshin pjesëmarrjen e të akuzuarit në veprat penale të akuzuara në atë akuzë dhe mënyrat, format e përgjegjësisë penale, një dënim konkret, si dhe shdëmtim për viktimin që merr pjesë në këtë proces. Sa i takon akuzave në akt akuzë, secili prej të akuzuarve është pajtuar sa i takon pranimit fajësisë në lidhje me njërin prej pikave të pengimit personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, duke marrë pjesë në veprimet përbashkëta të një grupi dhe një pikë të kërcënimit gjatë procesit penal. Secili prej të akuzuarve është deklaruar fajtor për këto pika gjatë seancave të organizuar me datë 18 dhe 19 dhjetor 2024. ZPS-ja dhe secili prej të akuzuarve kanë rënë dakord lidhur me faktet e mëposhtme, sikurse ato pasqyrohen në një shtojtës të marrëveshjeve për pranimin e fajësisë. Secili prej të akuzuarve pranon se ka qenë pjesë e një grupi që është përpjekur që të nxjisë dëshmitarin 1 që të shmanget nga dhënia e dëshmive përpara dhomave specializuara të Kosovës përmes premtimit një përfitimi, në veçanti zoti Januzi dhe zoti Bahtiari, duke vepruar në udhëzimin e zotit Shala, janë takuar me dëshmitari në shtëpinë e vet me datë 5 dhe 12 prill 2023. Gjatë kontaktit apo takimit datës 5 prill 2023, zoti Bahtiari i ka thënë dëshmitarit se ai duhet që të tërheqë dëshminë e tij përpara dhomave specializuar të Kosovës. Gjatë takimit më 12 prill 2023, zoti Januzi ka pasuar takimin e parë me dëshmitarin dhe i ka thënë dëshmitarit, i ka dhënë atij një ofertë që zoti Shala dhe të tjerët do ta ndihmonin ato në rast se ai do të rishte dëshminë e dhënë. Zoti Shala dhe zoti Januzi kanë komunikuar dhe janë koordinuar me njëri tjetrin sa i takon ndërveprimet të tyre me dëshmitarin përpara dhe pas secilit prej dy takimeve, domethënë takimeve të datës 5 dhe 12 prill 2023. Zoti Bahtiari ka komunikuar dhe është bashkërenduar me zotin Shale dhe zotin Januzi sa i takon ndërveprimeve me dëshmitarin përpara dhe pas takimit me dëshmitarin datë 5 prill 2023 dhe përpara takimit me datë 12 prill 2023. Sa i takon dënimeve, zoti Shala pajtohet me vendosjen e një dënimi me burgim për 3 vjet. Zoti Januzi pajtohet me vendosjen e dënimit nga 24 muaj deri në 30 muaj.
Zoti Bahtjari po ashtu pajtohet me vendosjen e një dënimi për 2 vjet burgim. Sa i takon shëndëtimeve, të akuzuarit janë pajtuar që të paguajnë shumën e përgjithshme të 500 eurove për viktimën 1, sikurse specifikohet në shtojcën e marrëveshjeve për pranimin e fajësisë. Trupi gjykues mëtej bindet se, sikurse kërkohet sipas rregullës 94 paragrafi 5 i rregullores dhe sikurse është verifikuar gjatë seancave të datës 18 dhe 19 dhjetor 2023 të 2024-s dhe sot gjatë seancës së parë, pra përpara se sa vinim në këtë pikë, secili prej ekipeve të mbrojtjes e ka diskutuar kushtet e marrëveshjeve për pranimin e fajësisë me klientët e tyre, që zoti Shala, zoti Januzi dhe zoti Bahtjari i kuptojnë kushtet e marrëveshjeve përkatëse për pranimin e fajësisë, që zoti Shala, zoti Januzi dhe zoti Bahtjari pranojnë faktet në lidhje me akuzat e përfshira në marrëveshjet përkatëse të tyre për pranimin e fajësisë dhe janë pajtuar me marrëveshjet për pranimin e fajësisë në mënyrë vullnetare, pa kërcënime dhe pa shtrëngime. Zoti Shala, zoti Januzi dhe zoti Bahtjari kuptojnë pasojat e marrëveshjeve përkatëse për pranimin e fajësisë dhe heqin dorë nga e drejta e tyre që të gjykohen në një procedurë të zakonshme gjykimi. Trupi gjykues po ashtu është bindur se mjafton ose ka një bazë të mjaftueshme faktike që vërtetojnë faktet thelbësore që janë të nevojshme për të provuar krimin dhe pjesëmarrjen e të akuzuarve. Dhe trupi gjykues në fund bindet se interesat e drejtësisë janë marrë siç duhet parasysh. Përjetoj, trupi gjykues vendos në pajtim me rregullën 94 të rregullores që të miratoj marrëveshjet për pranimin e fajësisë për të 3 akuzuarit, për zotin Shala, zotin Januzi dhe zotin Bahtjari. Ju lutem të treve të ngriheni në këmbë. In the name Në emër të popullit të Kosovës, trupi gjykues ju konstaton ju, zoti Shala, zoti Januzi dhe zoti Bahtjari, fajtor për veprat e mëposhtme në bazë të pikave 1 dhe 2 të aktakuzës së datës 17 dhjetor 2024, që është parashtrim protokolluar 631 shtojca 1. Këto janë pengimi i personave zyrtar për kryerjen e detyrave zyrtare përmes pjesëmarrjes në të veprimit të përbashkët në një grup të kryer ndërmjet periudhës së paku nga 5 deri në 12 prill 2023 në pajtim me nenet 17, 21, 401 paragrafi 2 dhe 5 të Kodit Penal të Kosovës të vitit 2019 dhe nenet 15 paragrafi 2 dhe 16 paragrafi 3 i ligjit. Dhe për friksim gjatë proceseve penale të kryera ndërmjet së paku 5 dhe 12 prill 2023 në pajtim me nenet 21, 31 dhe 387 të Kodit Penal të Kosovës të vitit 2019 dhe nenet 15 paragrafi 2 dhe 16 paragrafi 3 i ligjit. Pasi kemi konstatuar fajësinë të akuzuarve në pikat 1 dhe 2 të akuzës të datës 17 dhjetor 2024, trupi gjykues tani do të vazhdojë me dënimin. Pasi ka shqyrtuar argumentet dhe provat e paraqitura nga palët, trupi gjykues lëshon këto dënime. Zoti Haxhi Shala dënohet me 3 vite burgim. Zoti Sabit Januzi dënohet me 2 vite burgim. Dhe zoti Ismet Bahtjari dënohet me 2 vite burgim. Mund të uleni. as regards the time, Sa i takon kohës së llogaritur për atë çfarë është shpenzuar deri tani, trupi gjykues përren se zoti Bahtjari dhe zoti Januzi janë arrestuar me datën 5 tetor 2023 dhe të dy janë ndaluar në ambientet e paraburgimit të automatësisë së Kosovës që prej datës 6 tetor 2023.
Trupi gjykues përjetoi e zbret kohën e të akuzuarve që kanë shpenzuar në objektin e paraburgimit që prej 5 tetore 2023. Sa i takon zotit Shala, trupi gjykues përres ai është arrestuar me datë 11 dhjetor 2023 dhe ka qenë i ndaluar në ambientet e paraburgimit të Autonomisë Specializuar të Kosovës që prej datës 12 dhjetor 2023. Përjetoi trupi gjykues e zbret kohën e shpenzuar prej tij në ambientet e paraburgimit që prej 11 dhjetorit 2023. Sa i takon shëndimeve, të akuzuarit do të paguajnë shumën e përgjithshme prej 500 eurosh për viktimën 1. Pagesat do të bëhen si më poshtë. Zoti Shala do të paguajë 400 euro. Zoti Januzi do të paguajë 100 euro. Dhe zoti Bahtjari nuk do të paguajë asgjë. Pagimet e këtyre shumave do të bëhen jo më vonë se sa të mërkurën, datë 19 shkurt 2025. Dhe për këtë arsye, zyra administrative është udhëzuar që të caktojë një llogari bankare dhe të informojë të akuzuarit, pra zotin Shala dhe zotin Januzi, përkohësisht se si do të bëjnë pagesat përkatëse. Zyra administrative në këtë aspekt mund të udhëzohet prej zyrës administrative, pra mund të ofrohet mbështetje e nevojshme mbrojtjes së viktimave nëse do jetë e nevojshme. Trupi gjykues thekson se duhet që të konfirmohet deri me datë 19 shkurt në qoftë se pagesat janë kryer në llogarinë bankare përkatëse të viktimës 1. Trupi gjykues nënvizon se në pajtim me rregullën 94 paragrafi 8 rregullores, vendimi i trupit gjykues për marrëveshjen për pranimin e fajësisë ka forcën dhe efektin e një akti përfundimtar gjyqësor dhe do të jetë objekti i rihapjes një procedure penale vetëm në pajtim me nenin 48 të ligjit dhe rregullës 187 rregullores. Trupi gjykues thekson më tej që pas vuajtjes së 2/3 të dënimit, personi i burgosur ka të drejtë që t'i nënshtrohet procedurës së parashikuar në nenin 51 paragrafi 2 ligjit dhe kreun 12 të rregullores. Tani do të vazhdoj më tej me çështje të tjera. Sikurse është thënë edhe më herët, trupi gjykues do të jap arsyet me shkrim të vendimeve të ditës së sotme në momentin e përshtatshëm. Trupi gjykues vëren që përderisa zoti Shala, zoti Januzi dhe zoti Bahtjari janë dënuar sot në mënyrë përfundimtare, nuk do të bëhet asnjë vendim tjetër që ka të bëjë me rishikimin e paraburgimit dhe si rezultat të gjitha çështjet e tjera për planifikimin e seancave janë përfunduar. Për më tepër, të gjitha kërkesat që do të citoj tani janë të kaluar për shkak të vendimit të marrë sot. Flitet për parashtrimin e protokolluar F002 87, 507, 519, 524, 529, 532 dhe 585. Gjithashtu, trupi gjykues vendos që të mbajë jurisdiksionin për të gjitha qëllimet e tjera të nevojshme për këtë lëndë gjyqësore. Në veçanti, trupi gjykues do të vendos në momentin e përshtatshëm lidhur me parashtrimin e protokolluar me numër 516 dhe 518. Ky është fundi i seancës së ditës së sotme. Falenderoj palët për pjesëmarrjen. Gjithashtu dëshiroj që të falenderoj përkthyesit, stenografët, teknicienët e audios dhe videos, si dhe personelin e sigurisë për ditën e sotme dhe për gjithë ndihmën e tyre. Këtu mbyllet seanca e ditës së sotme. Sekretari i seancës të gjithë më këmbë.